Bashkia e Vlorës po përballet me një moment kyç pas dorëheqjes së kryetarit Ermal Dreda, i cili zyrtarisht ka paraqitur largimin nga detyra me shkresën numër 14931, data 15/09/2025. Dreda, që mori drejtimin e bashkisë në korrik 2023, ishte një nga figurat e afërta me leadershipin e Partisë Socialiste, ndërsa në krye të institucionit mbajti një profil të moderuar dhe teknik. Largimi i tij ka hapur menjëherë rrugën për nisjen e procedurave ligjore për caktimin e një drejtuesi të përkohshëm për të garantuar vijshmërinë e punës në institucion. Sipas ligjit numër 139/2015 për vetë qeverisjen vendore, neni 61.1a dhe nenet 2 e 3. Në raste të tilla, Këshilli Bashkiak duhet të zgjedhë një nga nënkryetarët ekzistues, i cili do të ushtrojë funksionet e kryetarit deri në zgjedhjen e kreut të ri nga zgjedhjet ose nga një vendim tjetër politik. Për këtë arsye, nesër në 17 shtator në orën 11 do të mbledhet kryesia e Këshillit Bashkiak të Vlorës për të caktuar datën e zhvillimit të një mbledhje jashtëradhe me rendite caktimi i nënkryetarit që do të ushtrojë përkohësisht detyrën e kryetarit të Bashkisë së Vlorë. Mbledhja do të zhvillohet në sallën e mbledhjeve të godinës së bashkisë. Pas dorëheqjes së Dredës, vështrimi i politikës lokale është kthyer tashmë nga 3 nënkryetarët aktual të bashkisë, njëri prej të cilëve pritet të marrë drejtimin e përkohshëm të institucionit. Klea Lalo është kandidatja me profil administrativ, me formim juridik dhe eksperiencë në institucione si Bashkia e Tiranës dhe kontrolli i lartë i shtetit. Lalo u emërua nënkryetare në pranverë të këtij viti. Në Bashkinë e Vlorës ajo ka mbuluar çështjet e burimeve njerëzore dhe menaxhimin ligjor të vendimarrjes. Irena Toshkallari, ish drejtore e arsimit para universitar Bashkia Vlorimar, vjen dhe nga fusha e projekteve zhvillimore dhe planifikimit urban. Ajo është angazhuar në projekte për përmirësimin e infrastrukturës dhe qarkullimit në qytet, përfshirë nisma për hapjen e akseve rrugore për bicikletat dhe për krijimin e hapësirave të reja për komunitetin. Me një profil më social dhe konsultues, Toshkallari shihet si një emër që mund të sigurojë vazhdimsinë e punëve në terren. Elisa Lili është nënkryetari më i ri në ekipin drejtues, me përvojë në sektorin privat e i përfshirë në menaxhimin e projekteve të mëdha infrastrukturore në qytet. Ai është ngarkuar me mbikëqyrjen e investimeve dhe zhvillimeve urbane. Halili shihet si një profil më teknik, i fokusuar te projektet e reja dhe për shpejtimi i punëve publike. Pritshmëritë janë që Këshilli Bashkiak të zgjedhë një nga 3 emrat për të mbajtur drejtimin e përkohshëm të Bashkisë së Vlorës deri në zgjedhjen e një kryetari të ri. Vendimi pritet të jetë vendimtar për ruajtjen e stabilitetit institucional dhe vijimin e projekteve në një nga bashkitë më të mëdha dhe më strategjike të vendit, Bashkinë e Vlorës.